Po, buka e misrit, ata kryon ndjesinë e ngopjes, lenë se dyqysh, nuk e din ashtë e jam gabim, po kur hap diçka të misrit, mas 2-3 orëve unë tona. Po, është e vërtet. A, është e vërtet? Po, është e vërtet. Për shkak që është ka sasi lartë të karbohidrateve, edhe kjo është arsyeja që merr me një dozë, karbohidrate të nevojshme, në formën e shëndetshme kuptohet, edhe normal që janë nis trupi me fillu me përpunu ato, edhe normal që lirohet hormoni ullet hormoni i urisë, edhe normal që aktivizohet hormoni i ngopjes, për këtë arsye, se merr mjaftueshëm organizmi karbohidratet ato që i duhet, i merr ato vlerat dhe fillon me bu punën e vet, një farforme. Kjo është arsye, edhe kjo është qëllimi. Nëse merr bukë bardhë, po mendoj forma është karbohidrat i thjesht, edhe normal që krejt kohën e kemi aktiv insulinin, së cilën herë aktivizohet hormoni i urisë, edhe normal që krejt kohën kemi nevojë për ushqim, edhe kryesisht jemi të prime me pas nevojë për karbohidrat, për sheqer ose për bukë, kemi atë ndjesin që është e kundërta, kuptohet. Nëse është karbohidrati i thjesht në përgjithësi, atëherë të aktivizohet hormoni i urisë, ndërsa nëse merr karbohidrate ose ushqimet që janë, i merr vlerat ushqyese, më thënë ngopet mjaftueshëm, fillon trupi me bu punën e vet. Normal kjo është individuale, nuk është vetëm te një person, nëse veç është çrregullu kjo në përgjithësi prodhimi, ky proces, domethënë i tretjes metabolik, normal që përgjigjja është e ndryshme, por në kushte normale ish dashme kohën kështu. Karbohidratet e thjeshta e rrisin më shumë prodhimin e insulinës, në këtë rast aktivizohet hormoni i urisë.